Ndërsa dy politikanë gjatë ditës së djeshme u panë tek hapja e panajirit të librit në Prishtinë. Ushtruesja e detyrës së presidentit Alvlena Haxhiu tha se po lexon për drejtësi, ndërsa kryetari i Prishtinës Parim Rama po preferon libra për meditim. I thon Pallat i Rinisë. Vetë se mesditën e së mërkurës, dyert e tij u hapën për krejt moshat. Por 5 ditë rresht, ky vend do të jetë një koqer i panajirit të librit 2026. Në ceremoninë hapse e praneshme që edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Alvlena Haxhiu, që tha se një qytetar që lexon i kupton më mirë sferat e jetës. Bile tregoi edhe titullin që preferon tash. Për momentin jam të e lexu librin e Montesquieu, mbi frymën e ligjeve, por është shumë i veçantë përveç tjerash sepse kam dhuratë nga nipi i Recep Qosjes, Valjeti. Krejt diçka tjetër, po shfleton kreu i Prishtinës. Ikigai që ndërlidhet me mënyrën e jetës, mënyrën e mendimit, që është një mënyrë multidimensionale, jo lineare. Si këta, u tha që nuk po veprojnë edhe të rinjët, që leximin tash po e bëjnë përmes internetit, për çka u bë edhe apel. Unë kisha porosit të gjithë ata lexuesit, të gjithë ata nxënësit të gruposhave të ndryshme, që leximi fizik i librit është pak më i shëndosh. Dikush për t'i tërhequr blerësit, vizualizoi atë se si teoria mund të kthehet në praktik. Është një platformë që quhet Arduino, që është një pllakë e vogël jak si soje, që ka bërë revolucion të madh në tetrit sidomos. Me një pllakë Arduino ti mund me realizu çka do. Me që përballen me hapësira të vogla, organizatorët kanë një kërkesë për institucionet. Jepini Kosovës një qendër moderne për kulturën dhe panajiret. Jam i bindur se përfitimet që i sjellin shoqënisë janë shumë të më të mëdha se secili investim i bërë. Panajiri do të jetë i hapur deri më 21 qershor. Ndërkohë, qendra